Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Nata e mbrëmshme ka qenë pak natë shqetësuese për ndjekësit të Gjestit, të cilët kanë parë një video që në fakt ka qarkulluar jashtëzakonisht shumë në rrjetet sociale. Gjesti është shfaqur me një aparat për lirimin e frymëmarrjes, domethënë pjesën e mushkërive, që nënkupton që mund të jetë ftohur paksa dhe mjekët i kanë dhënë antibiotikun që ta përçojnë në atë formë dhe fansat me patjetër janë shqetësuar. Ka patur aludime dhe amendësime të ndryshme në fakt se si është gjendja shëndetësore e Gjestit, por gjithsesi ne kemi arritur të kuptojmë që Gjesti është jashtëzakonisht mirë, shqyr Zotit. Ka patur një viroz që është më se normale tani në këtë kohë na kapin virozat sepse kombinimet që bëhen në fakt brenda në shtëpi, rrim nën kondicioner, dalim jashtë temperaturat shumë të larta, koncertet, mbrëmjet, lodhjet e tepërta që në fakt artistët kalojnë gjatë sezonit veror, i bën që edhe të përfundojnë ndonjëherë, domethënë me probleme të viruseve të ndryshme që zakonisht ndikojnë më së shumti në fyt, në krahëror edhe në hund. Gjesti është jashtëzakonisht mirë, zakonisht antibiotikët merren nga 3 deri në 5 ditë, domethënë që i rekomandon mjeku dhe më pas ka kontrollin, por gjithsesi shëndeti i tij është jashtëzakonisht perfekt. Energjia e Gjestit nuk do ndalon, Gjesti ka punuar shumë këtë muaj, gushti ka qenë muaj i investimit të Gjestit, unë kështu e them, sepse një artist të bën një projekt është një investim, e jo më të bën gjitha ato projekte që në fakt Gjesti ka punuar. Gjesti ka punuar shumë projekte, tashmë keni arritur të kuptoni që Gjesti nuk është më pjesë e shtëpisë muzikore 360 Music menaxhuar nga Bonart Ajvazi, domethënë kanë shkëputur marrëdhëniet e tyre. Nënkupton që rrugtimin e suksesit të vet, rrugtimin e artit të vet, rrugtimin e menaxhimit të projekteve, të publikimit të këngëve dhe gjithçka tjetër, domethënë Gjesti do ta publikoj me patjetër ndoshta vet në kanalin e tij dhe të Gimbos tashmë që është aktivizuar si kanal dhe aty do të punojnë projektet e tyre, po kjo tregon që Gjesti është duke menaxhuar bukur fort suksesin edhe famën e tij. Të rejat më të fundit nga Gjesti domethënë janë këto, nga e gjithë lodhja me patjetër që edhe mund të përfundojmë disa ditë pak me shëndet të rënduar, por gjithsesi ndonjëherë edhe këto lloj virusesh janë një farforme energjie mirë sepse na heqin energjinë e keqe dhe na sjellin pozitiv. Por edhe kur ka ndonjë tip virusi Gjesti është përsëri pozitiv, është përsëri energjik dhe di vërtet të mbajë mbërthyer publikun për ekrani. Kështu që mos u shqetësoni, gjendja e tij shëndetësore është shumë në rregull.